Loja ka fillu vjetë, dhe thotë kjo është edicioni i dytë. Është iniciuar në një mbledhje kolegëve. Shqyrtoshim se si ta shënojmë ditën e të drejtave të njeriut në vitin e kaluar. Edhe zakonisht bëjmë kremtime të ndryshme, po vjetë vendosëm që ta ndrojmë pak qasjen. Edhe erdhëm te ideja ku ka më mirë se të edukojmë pak njerëzit në lidhje me temën e të drejtave të njeriut. Kështu që duke përpilu plane, duke bërë kështu briefing mes kolegëve, erdhëm te ideja të bëjmë një lojë, të marrë parasysh se gjeneratat e reja janë dhënë shumë mas lojrave online, mas gamifikimit. Kështu që vendosëm të bëjmë një online lojë nëpërmjet të cilës përpos atij momentit të luajtjes së lojës, ta fusim edhe momentin edukativ. Vjetë kishim edicionin e parë, edhe të them drejtën kishte mjaft interes. Loja u lut mjaft, si statistika më herët dikun 50.000 luajtje ka pas vetëm vitin e kaluar, edhe janë përgjigjur dikun 340.000 pyetje. Kur ta analizosh këtë, në aspekt të edukimit, nuk e di nëse ka ndonjë shkollë e cila do të shqyrtonte kaq pyetje në temën e të drejtave të njeriut.